Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi me mua Tironin për të komentuar pak këto ngjarje të showbizit shqiptar që në fakt po mbërthejnë ekranin, publikun për ekrani, po mbërthejnë të gjithë audiencën, janë ngritur pyetje të shumta, pikpyetje të mëdha, dinamike madhe në fakt që po ndodhen me këto personazhe publik. E shikoj që po gjuhet Brikena dhe po akuzohet Brikena për lëvizjen e fundit që ka ndodhur në Instagram mes Brikenës edhe Mateos, ku Brikena në këtë rast ka hequr Mateon nga Instagrami dhe Mateo ka hequr Brikenën nga Instagrami. Janë ca hamencime që janë ngritur, ca dyshime për raportin e këtij çifti, domethënë çfarë në të vërtet po ndodhen me këtë dyshe. Fillimisht njëherë dua që të jap le të themi një mendimin tim në raport me qëndrimin e Brikenës. Brikena është një personazh publik që ajo nuk mund të dalë në një media edhe të qajë në emision. Do me thënë duhet ta ndajmë Big Brotherin, që është një reality show 24/7, që banorët nuk mund të fshihen nga përditshmëria e tyre, nuk mund të fshihen nga sekretet e tyre, nuk mund të fshihen nga natyra e tyre, por duhet me patjetër që të vazhdojnë të qëndrojnë në këmbë, dhe në anën tjetër është një top arena që Brikena e ka me patjetër që të jetë edhe e gëzuar, të jetë edhe pozitive, në qoftë se vërtet, do me thënë, ajo në shpirt është e thyer. Tani, unë jam natyrë që mundohem deri diku edhe t'i lexoj sytë e njerëzve, të lexosh sytë, unë mendoj që është dhurata më e bukur që mund të kesh në jetë. Tani kur e lexoj unë sytë e Brikenës, unë shoh një shkëlqim te Brikena, shoh një pozitivitet te Brikena, shoh një energji te Brikena që në të vërtet mua më befason dhe më bën që unë të ulem të mendoj, ore, çfarë në të vërtet po ndodh me këtë çift? Ore, si po kalon ky çift? Mua nuk më duket, me thënë të drejtën nuk më duket një ndarje. Mua më duket thjesht një strategji, një lëvizje mediatike që Brikena dhe Mateo e bën për të disatën herë, dhe unë mendoj që Brikena do të surprizohet nga Mateo duke i propozuar Mateo martesë, me thënë duke i propozuar Mateo momente të bukura. Dhe unë e shoh që Brikena do të surprizohet në këtë moment. Nuk më duket mua një Brikenë e cila në fakt, do me thënë, dëshiron që të ketë një marrëdhënie të krisur, dëshiron që të ketë një ndarje, sepse unë besoj në dashurinë e Brikenës dhe unë mendoj se çfarëdo qoftë që të kishte ndodhur, Brikena nuk do ta kishte toleruar që të ndodhte kjo ndarje. Andaj, para se të gjykoni, mendoni mirë, a janë këto ndarje të vërteta, apo thjesht janë lëvizje të cilat personazhet publik i bëjnë në interes të klikimeve favorit të tyre.